Mirëmëngjes, unë jam Eneida. Mirëmëngjesi të gjithë, unë jam Inid. Dhe ky është kanali Familjes Bica. Mirë se erdhët në një vlog të ri me ne. Dhe neve sot do fillojmë një vlog. Për këtë vlog unë do përgatitem sepse nesër do kthehem në Shqipëri. E nisim ditën bashkë, sot është e shtunë, është data, si gjithmonë unë e harroj data, do të jetë 26 sot. Doan ka ikur në Kopës, edhe pse është ditë e shtunë do qëndroj atje disa orë. Unë jam në shtëpi me Ian, nuk lëviza dot për punë sepse ai po kalon linja dhëmbë dhe sot I filluan shenjat e para. Kështu që pasi u kujdesim që të ushqej, të hidratoj, të ndroj, e veshëm holl dhe tani sa po e zuri gjumi, kështu që unë po përfitoj që të nis dhe të pastroj shpejt shtëpinë se këtu siç e shihni sigur ka rënë bomba. Është një ditë shumë e bukur, pse do thoni ju, sepse këtë vlog po e bëj bashkë me mbesën time Inid. Inidi po filmon nga Belgjika, unë po filmoj këtu nga Shqipëria dhe do t'i bashkojmë të dyja këto bashkë. Ju po shihni videon, kot po flas. Por që kam shumë qejf që po bëj një vlog për herë të parë kështu live me mbesën time. Sigurisht dhe edhe mbesa e vogël Elisa, që është qershia, po ja do ta shikoni vetë në vazhdim. Siç po ju thoja, dua të rregulloj shtëpinë sepse me 2 fëmijë është për kështu. Llogarisni kur këtu brenda të bëhen 4 fëmijë se ç'a do bëhet. Kështu që dua të rregulloj çdo gjë që ato fillojnë ta bëjnë edhe një herë, po kaq rëmuj. Ndërkohë nxitoj sepse kemi lënë oraret e doktoresha që për merak ta kontrollojmë Ian për linën e dhëmbëve se çfarë masash duhet marrën, se I kemi harruar, u bë 5 vjet që gati. Kështu që po rregulloj shpejt shtëpinë, por përpara se të filloj të rregulloj, dua t'ju tregoj dhe se çfarë I solli Ian nëna nga Suedia. Do thoni ju janë të njëjtat firma që janë dhe këtu, se për shembull ka bler nga Lindexi, ka bler nga Zara që janë dhe në dyqane këtu, po ka bler dhe nga një firmë New Bee që është e preferuara ime ande, që ka gjëra shumë të bukura, pak më të shtrenjta se këto të tjerë, po shumë të bukura. Tani po ju tregoj shpejt se çfarë solli nëna për Ian, edhe për Doen, edhe pastaj vazhdojmë me punën, dakord? Më pak zemër. Sigurisht që unë I kam hapur, I kam parë bashkë me Doen se me zi I prisnin, por po ja tregojmë tani shkurtimisht. Këtë kapelen kaq cute të Ian, ju besoj e pat, kjo është nga ajo firma që po ju thoja, New Bee. I kam fshehur çmimin, që mos ja shikojmë, por nuk e di sa bën. Kjo është 4 deri në 9 muaj, tregon këtu brenda. 4 deri në 9 muaj dhe është kaq cute. Ju veja pat në story besoj dhe Ia. Përveç kapeles, është ky seti, ky është nga Lindexi, pritani se. Okej. Ky seti është kështu. Është ky badi, është super material. Kështu me këto varkat e vogla, organic cotton blend. Ka çmimin kjo? Thjesht për kuriozitet, po. Ja, ky badi për shumë ka qenë 13 euro dhe shikoni se sa I bukur që është. Është kështu. Siç I ka Lindexi me 2 mbërthesa që mund të përdoren pak më gjatë. Dhe atë e ka kombinuar nëna me këto tutat e vogla. Kaq cute. Këto janë 9 deri në 12 muaj. Këto I ka marrë pak më të mëdhaja. Këto kanë bërë 10 euro. Ja, kjo është seti që ja tregoj kështu bashkë. Presni. Shikoni sa cute. Nuk e di, mezi po pres t'ja vesh. Dhe më e bukra është ky seti që nëna e ka bler te New Bee. Dhe kur them nëna, më duket se ka paguar nusja darës dhe është dorat. Po nuk e di a është ky apo është ky seti tjetër. Po ndoshta duhet të jetë ky se I ka hequr çmimin. I ka hequr çmimin. Ky duhet të jetë nga New Bee. Shikoni pak se bukur që është. Se unë po filmoj me celular, nga që kam harruar kamerën poshtë e gëzyra. E ta fusim etiketën kështu. Kjo është seti. Me papion. Me badi kështu. Dhe ky seti vjen me këto pantallonat kaq të bukura. Me tiranda si quhen këto. Shikoni. Janë këto setin do t'a veshë për ditëlindjen e motrës, kur të bëj motra 5 vjeç, do vishë shu si një zotëri vërtet. Shikoni çfarë materiali janë pantallonat. Këto janë të holla brenda,
Lastikun e kanë shumë të mirë, kanë këtë detaj njubi këto, me gjepat. Tani këto pantalonat janë 6 deri 9 muaj, i janë 7 muaj tani, dhe unë kur i shikoj më duken të mëdhaja. Kështu që mendoj që janë masat andej që janë pak më të mëdhaja se tonat. Edhe kjo babi është 6 deri 9 muaj, po mua më duket. Kështu që janë dhe rifiks, ose dhe rri e madhe, po. Ishin dhe këto gushoret, shikoni sa të bukra. Po prap nga kjo firma Njubi, është ngjyra bojqell, e bardhë dhe kjo pak si më në blu. Shikoni të gjitha gushoret këtu poshtë kanë këtë detaj Njubi. Pëlqejnë shumë, nuk e di. Janë tani vetëm vështymësje. Kjo prap nga Njubi këto çorapet. Mami im nuk pushon, i vesh çorapet shkurtra, thot pse ja vesh të shkurtra se i ftofet kyçi. Ja vesh të gjata, thot janë të trasha ka dhap. Ka shkuar, ka zgjedhur këto çorapet, që janë dhe të holla dhe të gjata. Edhe me pika poshtë, që kur janë tani të filloj të ngrihet, mos rrëshkas. Shpresojmë tani ti të kënaqur e thot i ke veshur çorapet e dhura se mund të ndroj mendje prap. Kjo bluzë përdohen nga Zara. Dojnë ka pasur një si kjo, po ne me shumë mundësi lejmë keq, sepse jo me shumë mundësi, po i fut në herë dolce te lavatriçja kështu. Edhe kjo përzjedh me rrobat me ngjyra dhe merr një si hije ikën, kjo bardhësia kaq e bukur. Kjo pas ka qenë me ulje, sa i bie 79 sek, duhet të jetë diku 8 euro. Shumë e bukur është, më pëlqen shumë, bluzat e bardha më pëlqejnë shumë. Ky fustani përdohem, prap shumë i bukur, është jeans. Është me këtë lulet e bardha dhe mendoj që do t'i kombinojmë fiks me ato pupat që ju treguam te video e kaluar, ato pupat e bardha. Shumë i bukur. Vdes për fustane jeans përdohen. Ajo do fustane me tyl me flutra me pinkë, po hajde negociojmë. Ndërsa ky doni pëlqeu shumë. Edhe ky ishte te Zara këtu se e pam kur morën pupat. Vjen me këto zemrat kështu. Edhe i bardh. Këtë ja ka marrë nëna më duket 6 muaj. Uje, bie ky që ka kështu. Vjen pak me kurriz më të hapur mbrapa dhe më të mbyllur përpara. Ky thot 299 sek, pse duhet të jetë diku te 30 euro? Ose në gjë më pak, nuk e di, nuk jam e sigurt. Është për 5 vjeç megjithatë, po ju lë këtë kodin këtu. Mund ta fotografoni dhe ta skanoni, edhe ta shikoni se sa është fiks te Zara jon këtu, ose te Zara në vendin ku jeni juve. Kështu që këto janë gjërat që bleu nëna për Doen dhe për Ria. S'kemi harruar gjë tjetër, jo, kaq ishte. Kështu që tani, pastrojmë bashkë shtëpinë, bëhemi gati që të shkojmë te qendra shëndetësore të kontrollojmë Mian dhe ju tregojmë vazhdimin e ditës se si do na shkojë. Ndërkohë, jam kurioze, a ka filluar mbesat e mia të paketojnë rrobat, të zgjedhin, shikojnë mos kanë ndonjë gjë për të larë dhe të bëhen gati për këtë. Ato vijnë vetëm me çandore, kështu që me shumë mundësi do marrin shumë pak rroba, po prap ta shikoj. Po hap pak perdet që të futet pak dritë. Të rikthejmë në dhomë, për si fillim, le të shkojmë pak te kuzhina të hajmë pak mëngjes se nuk kam ngrënë akoma. Nuk do hajmë në një mëngjes mega luks, vetëm yummy!
Opa! Po kush të len të bës punët këtu, kush? U mundova të heq robat nga kultuku sekret, sa rita t'i palos. Të heq robat e tjera nga teli, u t'jua ke! Kështu që do mundohem të fusa në shpejt robat në përvënde, edhe të bëjmë gati për të doktorica! Jetë! Ikam, nuk e di, nuk arrim do të bëjmë asnjë gjë nga fillimi në fund. Mbarova mëngjesin, tani vetëm të pastroj një çik domën poshtë se e kam pak të pisët. Shumë clean. Tani do i 2 minuta deri në dyqan se duhet të shkoj të blej një gjë që më duhet për shkollë. Duket shumë bukur duket. Dyqani është 5 minuta larg, kështu që mendoj se do arrim shpejto. Dhe ikim, e do të lica. Mami, që bëhet gati shpejt për të doktorisht. Tani që dole jashtë kuptova që ka goxha freskët, edhe nuk do t'i kisha del më këtë shkurtra. Po, kam marrë gjaketën gjithsesi. Po dhe jemi duket e kam vesh pak kohë. Që nuk kemi ndonjë rrugë madhe, 10 minuta, madje bëj mirë ta vesha gjaketën, se bluzën e kam vesh kështu pa i kurosë. Nuk prevendoj një shumë të madhe ose important, vetëm këto që të rregulloj pak fletat sepse kam shumë. This is what I mean kur them që kam shumë. And the cherries on top. Kemi 2 cherries kësaj radhe. Nga këto dosje tu do marr shumë fleta dhe do t'i vej te kjo dosja e kuqe. Let's go! Ne sa po dolëm nga klinika tani, nga qendra shëndetësore, edhe problemi është që janë ka këto shenja, ti kanë filluar te fytyra dhe te koka, por akoma nuk i kanë dalë poshtë. Kishte një te kurrizi, por doktoresha tha që asnjë nga këto nuk është nga ato tipiket e lizë, që janë si qeses mbushura me ujë. Kështu që tani do ta monitorojmë gjatë fundjavës, nëse do ketë temperaturë do t'u japim pak paracetamol, sapo na kaloi babi. Na kaloi babi dhe iku. Këto rrugica tu janë skandal, janë me një drejtim, bëhet një trafik, edhe janë u shqetësua pak. Qau shumë aty te doktoresha, nuk e di çfarë pati, po tani shoqëru qetësua. Dhe si po ju thoja, i ka vetëm tek pjesa e kokës, këtej, te fytyra, edhe një të vogël në trup, që do ta monitorojmë tani sa do t'i shtohen, edhe të shikojmë as realisht lija dhembe, varicele, apo po s'ka çati tjetër, vetëm mund të jetë në një formë lehtë ndoshta dhe nuk arrin deri në atë pikë, do ta shikojmë. Tani shkoj ora 12:30 në orën 1 mbyllet çerte, sapo të rrotullohet Dolci që të vi na marrë këtu me makinë, do ikim me vrat marrim dohen.
Dorë se shkoj të marri bashkë me janë të marri dohen, unë bëra pazar, mora pak patate të ëmbël për janë, mora pak atë kungullin e dimrit, që t'ja bëj supë karrot, patate kungull, në qik lëngmish, në qik parmigiano dhe në qik vaj ulliri. Ndërsa për ne mora nga ato trashat e pulës, që i skuq pak, i vendos me ujë, edhe pasaj me makaronat freskëta bën shumë të shishme. Tani po vrapoj të iki në shtëpi, të bëjmë gati drekën dhe inshallah janë nuk është shumë i grindur dhe t'jeti qetë. Janë nga nxehtimi e vëmë kështu, nuk kemi mësuar ta kemi kështu. E shikojmë përballë, që më bën ti me gocë? Në dorën të goja? Ja që më bukur. E shkënë të pikën. Ha? Të shprish dhëmbe? E së shkëm të dentiste. E zmulit skleti. Kam shumë tosin aq plot sa si mbyllet. Por ça ti bësh? Mbarova duke bërë dosin, tani po bëj disa dumplings që të hajnë për drek. Dua të jem pak e pastër për nesër, kështu që do bëj një dush. Që të kaloj pak kohë që të thithë lagështin peshiri, më do bëj ka bukarit këto. Një mirë për të madhe nga Initi, neve u kthyhem nga shtëpia e disa shokëve, edhe tani nuk e se po bëndoj gjë të madhe, bëra disa detyra që parë, edhe tani vetëm po shikoj një film. Gilmore Girls. Shifemi pas pak. E tani të shtrihem të flej gjumë, sepse ka ardhur orari i gjumit dhe shtora 12 pa 10. Që natën e mirë edhe shikojmë në mëngjes. Nëse në mëngjes do jetë shumë exciting dita, kështu që mezi po pres. Më në fund erdhi mëngjesi i të dielës që neve do ikim në Shqipëri, kështu që tani unë kam një orë që jam zgjuar, rreth një ore, dhe të iki pak te kuzhina, të bëj pak mëngjes, me siguri do aj prap cornflakesa se nuk është se kemi bërë pazar nga që do iknim në Shqipëri, po pastaj pas mëngjesi do bëjmë pak rrobat edhe më t'i zgjedhim bashkë. Okej, sa mbarova duke larë dhëmbët edhe duke ngrënë mëngjesin, tani do zgjedh rrobat që do vesh për udhëtimin dhe mbas asaj të zgjedhim dhe do përgatisim rrobat që do marr në Shqipëri. Një hudi. Do vesh këtë hudin me këto streqe janë si flared. Do t'i shikoni kur t'i vesh. Vesha edhe outfitin, na duket kështu, një vetëm streqe me një hudi roz. Nuk duka shumë flared, po ja, i kanë këtu. Tani le të bëjmë gati valigjen. Të marr pas dhe madhërinë e vet valigje. Me që është blu, dua t'i vendos një emër sepse e kam përdorur shumë herë, po mendoj kristal. Valigja nuk është një gjë bukuri, nuk është bukuria dhe, po punën e bën, kështu që okej. Marrim disa çorape se kemi plot pap muate. Ana e parë u bë, le të shkojmë tek ana tjetër. Një zog i vogël më ka thënë, zog i vogël është nëna, që në Shqipëri bën pak vap, po jo akoma vap për të veshur për shembull pantallona të shkurtra, kështu që do marr bluzën të shkurtra dhe një pal pantallona të shkurtra. Një pal kam se nuk e përdor shumë pantallona të shkurtra. Zakonisht i blej në verë,
gjithmonë më humbin, nuk e di si është e mundur, por s'ka problem, le të zgjedhim pantallonat e shkurtra, do t'i vej në këtu. Mbarova punën me të tërë valizhen, do t'a lej këtu në cep dhe tani do bëj pak gati këto këtu. Të do bëj që qënka e vogël se gjëra të tjera. Të letra 1, pse jo? Me t'ja mascherina me pastisce. Tani jam u për shpallatit bashkë me valizhen edhe dosjen gjigande të bukur, sepse kam shumë të tyra. Edhe po pres babin që të marri makinën, që të nisem për aeroport. Rruga për në aeroport është nga 50 minuta 1 orë, kështu që kemi pak rrugë. Edhe në aeroport do mundohem të filmoj aq shumë sa mundem, po do ta shikojmë. Dhe mos keni merak, edhe Elisa do vi në Shqipëri, dhe nuk e kam kapur shumë të vlogës, sepse është shumë busy me jetën e vet. Jeta vet, iPad-in. Tani jemi tek parkingu i aeroportit, edhe po futemi për në aeroport, le të filloj udhëtimi. Hello, neve tani jemi te aeroporti edhe sa po hap boarding, që është së shpejti do futemi në avion dhe më porim pak këtu se pim një gjë dhe po prisnim që të kalon të koha, po tani do të shojmi dhe do shkojmë te boarding, ja ku është edhe Elisa. Shihemi në avion. Ja ku është edhe avioni jon, sot do fluturojmë me Ryanair. Le të shkojmë në avion. Po futëm në avion, avioni është futur në pistë edhe për 5 minuta do nisemi. Ti vogël, akoma nuk kemi arritur në Tiranë sepse kishte një stuhi edhe avioni nuk zbriste dot aty, kështu që kemi ikur në Bari, kemi një 50 minuta këtu, 1 orë, nuk e di, jemi trashë shumë. Dhe tani sapo po nisemi prapë për të ikur në Tiranë. Nisur në ora 4:20, kanë kaluar aq shumë kohë sa është errur edhe qielli, që normalisht nuk erret kaq shpejt. Let's go për futurimin e dytë të ditës. Përshëndetje, neve sa po arritëm në Shqipëri, tani jemi te parkingu edhe po presim pak për taksistin. Normalisht do të arrisim në Tiranë nga ora 7:06 maksimumi, është ora 9. Ian, që thonë jo, unë dhe këtë shumë në kutë shrenjës, sa po bëm një shotitja, kemi ardhur të kullat binjake, tim një kafe të sofe, dhe tani po këthejmë këti për nga Tajvani. Qikoni pak qasurate. O pojsha. Ndërkohë t'ju updatoj pak për mbesat, mua më kanë ardhur mbesat e mia dhe shurit e mia, që mezi po pres të takoj sot mbas dite. Dhe mbas dite u stresuam pak, sepse kishim për të ulur në orën 7:20, ndërkohë nga ora 6:20, shumë nga ju e pat, plasi një super shi, edhe kisha merak se do shkonte dhe vetëm avioni kishte vonesë, pam të faqja Ryanairit tonë të divertit, ishte devijuar diku, derisa na shkruajtin që ishin ulur në Bari për shkak të kohës keqe. Dhe kam qenë në një gjendje stresi dhe ankthi, derisa mora vesh që erdhe në Shqipëri dhe tani kur kam hequr nuk e di, një bar të rënd. Mezi po pres të takoj mas dite t'ju updatoj dhe ju me të rejat nga të. Hi!
Okej, është dita e dytë mund të themi që jemi në Shqipëri. So far so good, kemi kaluar super mirë, mrekullueshëm. Kemi takuar nënën tjetër, Xhaxhain, Kushëririn, edhe gjyshin. Tani për një gjysmore do vi te Zenida të na marri bashkë me Doën edhe me zi po pres si takoj të dyja. Vitin me Elise Nurhe! Shkojmë të marrim gocat tona! Jemi bashkë! Më në fund të takuam. Më në fund zemrat tona janë këtu. Dhe gati për disa ditë pushime bashkë. Si ka mundësi që ky fëmijë që unë e kam mbajtur hopa është bërë më i gjatë se unë. Si ka mundësi më thone? Me çfarë të kanë ushqyer? Si arritëm këtu? Jeni shumë të çmendura. Hello!